Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër, e cila është sallatë me karota e majdanoz. Është një recetë super e thjeshtë për të përgatitur. Vemi te këndi gatimit për të filluar përgatitjen e recetës. Ja ku kemi të gjithë përbërësit gati, të cilat janë karotat, majdanoz, uthull, vaj ulliri edhe krip. Tani, hapi parë do të zjem karotat. Mund t'i zjeni në këtë madhësi, pa i prerë fare, po unë preferova t'i pres, si në këtë mënyrë që do të demonstroj tani. Prerjen duhet të keni kujdes, nuk duhet t'i prisni shumë të olla. Duhet t'i prisni në këtë mënyrë, ja, si kam prerë unë. Fillojmë t'i presim. Unë i kisha gjendje karotat aty, kisha marrë shumë, kisha gjetur në ofertë, thash, një pjesë thash ta bëja sallatë, sepse është shumë e shijshme për të shoqëruar gjëra të ndryshme, qoftë edhe tash si sallatë. I kemi përfunduar dhe prerjen, tani do t'i vendosim për të zjerë. Vendosim menën ku do i zjejmë, karotat, ujin, do i mbulojmë plotësisht me ujë, kripën, i vendosim te kapaku dhe do i lëmë të zjejmë për 4 deri në 5 minuta. Ndërkohë ne do të presim majdanozin. Do e presim fillimisht, sasia mund të jetë kaq, mund të jetë pak më shumë, varet nga dëshira që ju keni për majdanozin. Do e presim fillimisht, i heqim këto bishtat e tepërta. Unë e kam bërë me gjithë kërcejnë, po ta shikoni me gjithë bishtat sepse ishin shumë të freskët dhe shumë të njohur. E përfunduam edhe prerjen e majdanozit, tani do ta grim sa më imët nëpërmjet thikës, e vendosim sipër thikën dhe do e bëjmë në këtë mënyrë. Që ta presim sa më imët. Pothuajse e përfunduam edhe grirjen e majdanozit, e vendosim kena përkatëse dhe kemi gati kur të mbasi të na ziejnë karotat. Do vemi të shohim tani që na kanë zier karotat apo jo. Nëpërmjet një piroj, do e provojmë, duhet të ngulet shumë kollaj, jo të çajet, ja. Si në këtë mënyrë, kaq. Jo të çajet ku ne e shpojmë me piroa. I heqim nga zjarri se ka përfunduar edhe zjerja e karotave. Shumë e rëndësishme e zjerja, nuk duhet i zjeni shumë. Dhe tani vemi për të përgatitur sallatën, për të hedhur përbërësit e tjerë. I vendosim pak krip sipër sepse janë të nxehta dhe marrin më kollaj kripun. Karotat e duan pak kripën sepse kanë atë ëmbëlsinë e tyre. E tullim në këtë formë që të përhap edhe kripa, pavarësisht do i vendosim prap krip, vendosim pak vaj ulliri dhe pak uthull, sepse karotat janë të nxehta dhe kemi merakun e enës. Ja, i vendosim me uthullin. Tani do vendosim karotat. Një pjesë, i edhim pak krip, vendosim pjesën tjetër të karotave. Tani fillojmë ta përgatisim sallatën. E përzjejmë bashkë që kripat na përhapen në gjithë, që ta marrin gjithë karotat kripën. Dhe fillimisht tani ne do të vendosim uthullën. Vendosim uthullën. Vendosim edhe majdanozin e gririmit. I përzjejmë mirë të gjitha bashkë. Të dy e bashkë, më saktë se dy përbërës. Janë baza, pastaj uthulla, kripa janë pjesë plotësuese. Ja ku e kemi përzjer, tani do t'i vendos në enën përkatëse që edhe do i mbaj në frigorifer. Këto karotat që përgatita sot, të sallatë me karota që unë përgatita sot, do t'a mbaj në frigorifer. Do të keni kujdes, nëse do t'i ruani karotat, do t'i mbuloni me uthull, sepse nëse ato do jenë të zbuluara sipër, do zënë një myk të bardhë. Këtë e kam nga përvoja ime. Pjesën tjetër do t'a vendos në vazo. I vendosim në të dy enët, vendosim uthullën, i ngjeshim pak, i nivelojmë që të na marrin plotësisht uthullën, i vendosim dhe pak vaj ulliri, jo shumë vaj ulliri, sepse pjesën e vaj ullirit do ta hedhim ke ena kur ta servirim. Edhe në një gjë vepruan dhe me vazon, i fshim pak buzët, i vendosim kapakun, edhe këtu fshim pak buzët e enës, do të vendosim dhe këtu kapakun dhe do t'i vendosim të dy enët në frigorifer. I kemi gati për t'i konsumuar kur të dëshirojmë.
Unë po e demonstroj mbasi e kam bajt 24 orë në frigorifer, do e demonstroj juve tani, plus që do e përdor edhe për drek për vete. Ja, vendosim karotat, po duke e kulluar, unë e kam atë lugën që kullon uthulla, të kulloj uthulla, se ato janë marinuar plotësisht dhe janë bërë shumë të shishme. Por karotat e duan vajin e ullirit pak më shumë, sepse i një shesh shumë të mirë. Mos shikoni se i kam edhe shumë vaj ulliri, absolutisht jo. Kaq e duan, ja ku i kemi gati, ju bëf të mirë. Në qoftë se do e ndiqni këtë video, ju falenderoj pa fund dhe miru takofshim në video të radhës dhe mos harroni të bëni subscribe.